Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Ensidi. Jemi duke shkuar tek doktoresha e Soleas, sepse duhet të lëm një takim për vaksinën e radhës që Solea ka për të bërë. Në fakt, këto të japin një libër, një fletore me informacione rreth vaksinës, edhe ne këtë librin e kemi marrë në korrik. Edhe doktoresha tha që merrni kohën tuaj, mendojeni, lexoni informacione dhe pastaj mund të vini dhe të lini një takim për të bërë vaksinën. Vaksina është vaksina e meningokokut, në fakt ato janë dy vaksina, meningokoku B dhe meningokoku C. Edhe ky meningokoku B duhet të bëhet para moshës 5 vjeçare, sipas informacioneve dhe çfarë ishte shkruar edhe në libër. Në librin që ajo dha rreth informacioneve të vaksinës, edhe duke qenë se Solea bën 5 vjeç në shkurt, unë deri tani nuk ja kam bërë vaksinën për arsye të ndryshme dhe mendova se erdhi momenti që ne të shkojmë te doktoresha edhe të lëmë një takim edhe Solea të bëjë së shpejti vaksinën. Nuk e di nëse do t'i bëj të dyja edhe meningokokun C, gjithsesi do konsultohemi edhe një herë me doktoreshën. Edhe me sa mbaj mend herën e fundit, ajo tha që duhet të bëjmë të dyja. Për këtë arsye do shkojmë tani paraprakisht edhe do konsultohemi dhe do vendosim se kur do ta bëjmë dhe do ta pyesim prap rreth vaksinës, simptomat. Gjithsesi këto informacione të gjitha janë edhe te libri i vaksinës që jepet nga doktoresha. Pasi të dalim nga doktoresha, do ju tregoj edhe se çfarë kam folur, se çfarë tha doktoresha, kur do ta bëj Solea vaksinën, edhe të gjitha këto informacione do i ndaj edhe me ju. Kush jeton këtu në Gjermani e di pak a shumë se si funksionojnë procedurat e vaksinimit dhe të gjitha me radhë. Sot që nga edhe një ditë shumë e bukur, është pak ftohtë në fakt, por nuk fryn erë, thjesht është ftohtë, nuk fryn erë dhe ka edhe pak diell, është shumë këndshëm. Kush është stina jote e preferuar, Armela? Stina ime e preferuar në fakt nuk është as gjeshta, as dimri, është pranvera edhe vera gjithashtu. Më pëlqen gjithmonë kur është ngrohtë, kur vishemi me rroba të shkurtra, edhe më pëlqen deti, më pëlqen natyra me lule, me gjethe plot, jo siç është tani në Vjeshtë, vjen të gjitha gjethet, edhe është shumë ftohtë dhe do duhesh të vishësh shumë trash, të gjë e kam shumë bezdi, por që gjithsesi secila stin ka të bukurën e vet. Po ti Ensit? Mua më pëlqen mali edhe Vjeshta. Nuk më pëlqen deti shumë. Jam i dashuruar pas malit edhe bukurive që ka natyra malore. Edhe si stin pëlqen Vjeshta shumë edhe pranvera më pëlqen pastaj. Edhe pranvera më pëlqen shumë, po Vjeshta më shumë. Jemi pak të kundërt në këtë pjesë, po gjithsesi kombinohemi së bashku. Po, të kundërta të tërhiqen. Të kundërta të tërhiqen, bravo. Edhe unë kam vërë diçka, se për shembull unë kam ditëlindje në pranverë, në maj dhe Ensidi ka në tetor, në Vjeshtë, edhe kam vërë diçka që secili ka stinën e preferuar në muajin e lindjes, domethënë, nëse ti ke lindur në pranverë, ke si stinë të preferuar pranverën, ose në verë ke verë, këtë gjë kam vërë tek njerëzit. Nuk e di nëse është 100% kështu, po kështu më ka rezultuar mua. Ne po ikim në këmbë, sepse jetojmë te shtëpia ku jemi momentalisht, jemi afër me qendrën e qytetit ku jetojmë, edhe të gjitha këto lëvizjet, institucionet që na duhen, i kemi shumë afër dhe nuk na duhet as autobusi dhe as makina për të shkuar, edhe i lëvizim gjithmonë me këmbë, edhe jemi afërsisht 10 minuta larg. Ne sapo dolëm edhe nga doktoresha, lam edhe terminin për vaksinën e Soleas. Takimin, po. Takimin për vaksinën e Soleas do të jetë javën tjetër, ditën e premte në
datën Alo. në datën 7 do të jetë ditën javën tjetër të premten në orën 12, edhe mendova që ta bënim të premten sepse pastaj të shtunë diel Solea është në shtëpi, edhe të premten ajo është vetëm deri në orën 1 në Kopësht, është me orar të shkurtuar, dhe për këtë arsye të shtunë diel përpara ajo mund të rrinë në shtëpi dhe të qetësohet. Do bëjmë vaksinën e meningokokut B, sepse deri në moshën 5 vjeçe ishte mbuluar nga sigurimet shëndetësore, dhe për këtë arsye do bërë para moshës 5 vjeçe, është edhe si një detyrim në fakt para kësaj moshe, por gjithashtu është edhe mbuluar nga sigurimi shëndetësor. Në këtë ditë do bëjmë vetëm të meningokokut B, ndërsa meningokokut C tha ajo mund ta bëjmë pas 4 javësh, ose edhe më vonë, nuk është problem, bëhej deri në moshën 12 vjeçe. Gjithsesi, për këtë do të konsultohemi edhe do ta mendojmë Po, prapë. vaksina mos gaboj ishte edhe në Shqipëri, që bëhet një vaksinë kur vete fëmijë 5 vjeç. Po. Po si tha doktoresha, jep me temperaturë apo se temperaturën unë e kam Ajo marrë. tha varet dhe nga fëmia, tha, domethënë si e përballon, por që nuk ka simptoma. Nuk e pyeta se ku bëhet, por që do bëhet vetëm një vaksinë. Duhet bërë, domethënë, është e Duhet bërë, rëndësishme. po, është e rëndësishme. Të premten e Sidi nuk ka kurs, paradite është në shtëpi. Po, kështu që Edhe do kujdesen për këtë punë. do kujdeset e Sidi, pastaj kur të viju nga puna do jem edhe unë në shtëpi pastaj. Do thoja edhe diçka rreth vaksinimit këtu në Gjermani, ku shkonte doktoresha, edhe ato të japin librin e vaksinimit dhe të cilësojnë se çfarë vaksinash duhet të bëjë fëmia, ose kush janë vaksinat që bëhen këtu në Gjermani, edhe të thonë kjo vaksin. Edhe ti i pyet ato, a janë me detyrim apo me dëshirë, a duhet i bëj patjetër fëmia apo jo. Edhe këto të thonë që jo, ti këto janë me dëshirë, ti mendoje si prindë dhe na thuaj. Por që nëse ti nuk i bën këto vaksina, atëherë fëmia jot nuk të pranohet në Kopësht, nuk të pranohet në shkollë, kështu që ti e puna, ti je i detyruar ta bësh këtë. Por që kam vënë re që këto të thonë ti ke me dëshirë, thot ajo, mendoje, por që ti nuk ja le dot pa bërë, sepse në momentin që ti e regjistron fëmijën këtu në Kopësht, ato të kërkojnë librin e vaksinimit, librezën e vaksinimit. Edhe nëse ti nuk e ke bërë disa vaksina të caktuara, ato nuk të pranojnë në Kopësht ose në shkollë. Për ju që jetoni në Gjermani edhe keni fëmijë, nëse keni ndonjë informacion ekstra, na shkruani në komente dhe jam shumë kurioze ta lexoj gjithashtu. Sa më shumë informacione, aq më mirë. Mami, sa bukur. Sehr schön. Sagst du Dankeschön? Sagst du? Dankeschön. Schokolade? Vielen Dank. Deri që po kënë të mami? Tregoj që kësa bukur i bërë nga fytyra ti? Të sa bukur? Që ishte kjo që zgjodhe ti? Se kjo është një unicorn. Një unicorn, a i kali me atë bririn lart e koka. Bravo, po që more tjetër ti dhurat? Këtë librin për ta ngjyrosur, tregoje pak? Bravo, shumë bukur. Ku ishim ne ishim te banka, se kishte mami dhe babi një punë.
Edhe sot ishte dita ndërkombëtare e kursimit këtu në Gjermani, kështu siç na tha ajo gruaja, unë e pyeta pse kjo dhurata nga banka, se kjo piktura që bëri Solea të fytyra nga ajo gruaja ishte falas. Unë e pyeta pse po e bën banka këtë gjë, dhe ajo tha që sot është dita e kursimit ndërkombëtar, të paktën këtu në Gjermani. Edhe për këtë arsye banka kishte vendosur edhe 2 stenda të vogla për fëmijë. Një ishte kjo me pikturën në fytyrë, falas, mund të zgjidhje se ç'të doje ti, të zgjidhni fëmijët. Edhe ishte edhe një stend tjetër, nëse fëmijët kishin një llogari kursimi, atëherë merrnin një dhuratë të vogël nga banka, kishte arusha edhe gjëra të tjera. Këtu ne jemi tek liçeni, qytetin ku ne jetojmë. Qyteti është një qytet turistik, i vizituar nga të gjithë vendet e botës, edhe është gjatë gjithë vitit i mbushur plot me turistë. Është gjithashtu shumë i bukur, ka shumë atraksione turistike për të parë, jo vetëm këtu ku jemi ne, por edhe përreth qytetit. Dhe Solea është e lodhur dhe donte që të rrinte te krau babit. Ne sa po erdhëm, jemi afër tek shtëpia. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Unë sot jam me Solean, edhe Solea sot nuk shkoi në Kopësht, se mbrëm ka qenë pa qef. U zgjua natën edhe i dhem të barku, më pas volli pak, edhe mendova që mos ta çoja Solean sot në Kopësht, edhe ta mbaja në mbikëqyrje, ta shikoja se si do vazhdoj dita sot, nëse do jetë mirë apo jo. Sot ka qenë më mirë në mëngjes, nuk ka pas më dhimbje barku, gjatë natës kur po ankoj dhe po thoshte që i dhem barku, besoj se tani është pak më mirë, edhe mbrëm natën i vendosa një shishe të vogël me ujë të ngrohtë te barku në mënyrë që të qetësohej. Më pas disa minutave, gjysmore, diçka e tillë volli, edhe u lirua, edhe pastaj e zuri gjumi, por që ka ndenjur diku ke 2 orë zgjuar mbrëm, nga ora 2 deri nga ora 4, diçka e tillë kemi qenë zgjuar, se kishte dhimbje barku, por do ta shikojmë si do jetë, besoj se është ftohur, edhe do t'i kaloj shpejt. Për këtë arsye sot jemi bashk, edhe tani po dalim se do bëjmë disa blerje të vogla, do ju tregoj më vonë. Do çojmë Solean edhe pak te parku. Nuk dua që ta mbaj mbyllur brenda, më mirë është kur del, merr ajër të pastër, edhe ndihet më mirë gjithashtu. Gjithsesi, do ta shikojmë si do jetë.
edhe do ta vendosim nëse do shkojnë nesër në Kopësht apo jo. Por besoj që do jetë më mirë. Ka pushtuar Grinchi këtë dyqan. Vetëm gjëra me Grinch. Kështë. Dumbo. Edhe kjo lista po të qëtirave. Po, edhe Liza këtu, ja. Qa është e? Mas. Mas? Po. Këte I kam filluar edhe zbukurimet edhe aksesoret për vitin e ri. Wow. Më shkojmë një Për bëgjyshi. Se bukur kjo. E ke qefti nga këtu Solea, kur s'pëlqen? Ma thuaj edhe një herë mami kur s'pëlqente? e më lëkonin. Ah, Më shkoj këtë. unicorn. Po, kjo rushi me zemër? Jo kjo, Kush? kjo lartë. Ah, jo këtu po, shumë e bukur. Shiko? Bëjnë ski këta njerëzit këtu. Ha? Po. Shumë e bukur. Po shkoj edhe këtë këbën këtu snow. No, po, baba gjyshi këtu brenda. Ka sot që nga shumë e bukur, është pak ftohtë, por është koha e hapur, edhe ka pak diell. Sot mirë që ka kukulla pa fund, por kukullave duhet t'i blejmë edhe robe. Shikon? Duhet t'i blejmë edhe robe ekstra, se nuk mjafton ajo që ka veshur. Ndërsa kur ishim ne të vegjël atëherë s'kishte kështu, dhe robe për kukullën. I qepnim vet, I prisnim në një robe të vjetër, në një bluze që kishim aty, edhe I qepnim vet ose I thonim mamit. Ndërsa sot, shpenzime pa kriter. Solea, më duket... Këtë la bukë. Po, më duket se I gjetëm një lodër, do na e tregosh pak? Pa? Ha, Kjo. do marrim këtë. Këtë me një gocë të vogël, edhe me një kështjell, edhe me këto dy unicornat që Solea ka shumë qef. E mami? Je e kënaqur tani me këta? Pa. Tani nuk ka fëmijë te parku, sepse sot është ditë e hënë, edhe të gjithë fëmijët janë në Kopësht normalisht, edhe para dite nuk ka fëmijë. Jemi vetëm unë dhe Solea, po presim të na vijë edhe babi, edhe do ikim tek shtëpia pastaj se do ham drekën. Edhe tani do ju tregojmë se çfarë kemi bler. Do na I tregoj Solea. Pa. Qa është kjo? Merret të dorave? Vaj ulliri. Okay. Cool. Kash. Ulliri. Merushi. Edhe mandarina. Mandarina. E kemi hapur se heni Solea dy kokra para se vinë në shtëpi.
Unë do të cheesecake. Ah. Qa është kjo? Kjo është tiramisu, e ka marrë babi këtë. Është kjo? Po, tani produktet janë përzierë, disa janë blerë tek Lidl, disa janë blerë tek Edeka. Qa është kjo? Kjo është presh. Fresh? Kjo është fresh. Po një presh, do bëj mami një supë me perime, Fresh? edhe me presh, del shumë e mirë. Është shumë mirë. Edhe tomate kemi. Tomati? Po, Edhe sa kemi dhe aqiqe. salcice, Edhe mhm, rush. rush, që ka dhe Solea shumë qef, Kujdes. me kujdes, Edhe karavec. kastravec, që ka Solea shumë qef, Karavec. po, Një karavec prap. Edhe nuk sol. jo, nuk flas. Okej, kemi edhe një gjë tjetër. Morë. Dhe ku ta lej? Lem këtu mami, Edhe kjo që është? Hurma, hurma. ose kaki, Kaki edhe hurma. po, Me shien. Edhe vez. Edhe qumesh për mamin. bravo, qumshti mamit me tërshër dhe pa Tërshër? po, Me pashës qef. Edhe papatima. një patetin, Edhe këtë kisha qef. po, Dhe filloj me qeterin. Kam qef këtë edhe ufëm vëllë berat. Tani, kështë çokolata dhe këtë kam qef ta haj. Këto janë çokolata të vogla, ja mora unë Soleas. Është i advent kalendar dhe ka deri në 20 ditë, jo më falë, 24 ditë, 24 çokolata të vogla për Solean. Po, edhe do t'i hapi Solea, do t'i haj një nga një, okej? Unë të haj njëna lirikoni edhe njëna kjo goca. Edhe këtu kemi një prosciutto. Prosciutto. Po. Këtu kemi Banane, këtë e kam qef ta haj. atjetër banane, Edhe qumshi. qumësh për Solean. Po. Këtu kemi një pul, një mish, një pul të vogël, Një pull të malë. po, të marrë. Unë produktet e mishit më pëlqen t'i marrë të Edeka, nuk më pëlqen shumë produktet që janë të Lidl, edhe qumësht, kosin, këto i marrë të Edeka, edhe mishin ose salçiçet ose sallamin, i marrë gjithmonë të Edeka. Ka raste ndonjëherë që më duhet urgjentisht e marrë edhe tek Lidl patjetër, por nuk më pëlqen shumë dhe gjithmonë i marrë të Edeka. Kjo është Noni. makarona, kështu noodle, me shumë ngjyra. Me gri, me ver, me orange, me bars. Kjo është një Kos. kos. Edhe Kemi edhe disa gjëra tjera këtu te çanta, kastajnin për të haur. gështenja, Edhe koste kjo është gjiz, me kos. gjiz e vogël kështu, po, Për ka shkosirë. po, Edhe një djath, gjaste ma. e mora për ty këto, okay. Një apfelshorle për mamin, Është e gjekur, është për mamin edhe dysha. është e djegur, do të thotë që është me gas, edhe Edhe Solea për mamin, edhe është për babin. Po, për mamin dhe për babin, se Solea nuk pi me gas. Kjo është vegeta Vegeta. për të gatuar, Po. erza. Kjo Edhe ka spaghetti. spaghetti, bravo. Edhe lemon këtë e kam qef.
e limona, po. Këto ishin të gjitha produktet që kishin blerë në supermarket, te Deka edhe tek Lidl, ndërsa këto të tjerat i kam blerë tek DM. Kjo është crackers. Crackers? Po. Me fara të ndryshme, i hasi snack. Po, right. Kemi një kamomil bio. Për mua. Për Solean ta pi, për barku. Për barkun tim. Unë bërale të qikë. Po, ka marrë 2 mami. Kemi këtu. Për mua prap. Po, për ty. Kjo është për mami, mora një kolagjen ta provoj. Okay. Një shampo, se më kishte mbaruar shampo. Për mami. Për mami, po. Unë përdor gjithmonë këtë lloj shampo, këtë lloj marke. Edhe unë përoj të pingun shampo. Po, Solea përdor një shampo tjetër. Pink. Normalisht për beba. Edhe i marrë gjithmonë shampot, nuk i marrë asnjëherë në supermarket, i marrë gjithmonë tek DM. Kemi edhe salc, edhe ka kështu me tomate brerëna dhe është për non. Dhe është për makaronat, po thot Solea. Edhe këtë salcën e marrë gjithmonë te DM-ja, vetëm kjo më pëlqen. Të tjerat nuk e di, nuk më pëlqen fare se si e bën gjellën ose kur gatuan me makarona, nuk më pëlqen fare, ndihet shumë shija. Kjo është shumë e lehtë, shumë e mirë bio. Vetëm kjo më pëlqen nga salcat këtu. E marr te DM. Kemi marr mami karamele. Këto janë për mamin, e? Po. Se kjo mund t'jetë pak djegëse, se është me ginger, me portokall edhe me ginger. Kështu limete. Edhe me ginger. Ka marrë mami vitaminën e Soleas. Kështë e ina po dhe sër për të bëjë mirë unë. Që të shëroj Solea. Për momenti po i përdorim këtë lloj strawberry me shije lule shtrydhe. Është multivitamin. Edhe Solea ka shumë qef, se ato me lëng është pak e vështirë, herë do t'i pi, herë s'do t'i pi, edhe kemi gjetur pak rehat me këtë për momentin, edhe pi edhe një vitamin tjetër omega 3 dhe ajo është në formë gjeli kështu. Ka marrë mami edhe 2 shishe të vogla, këto janë lëng kështu për imun sistem, këto e ka marrë për veten, po. Për mamin tim. Se edhe mami kam qenë pak pa qef, ka marrë 2 shishe të tilla. Edhe unë isha qik pa qef. Ka marrë një blash të ri, se i që kam po më mbaron. Unë e prisha unë. Ka prish Solea si gjithmonë. Edhe të provojmë edhe këtë, kjo është nga Essence. Edhe ka marrë edhe këtë korrektori. Për mamin. Për mamin edhe këtë më pëlqen shumë. Edhe mua. Nga Maybelline. Edhe mua. Edhe Solea ka qef. E fundit është kjo. Edhe kjo është për mamin. Për mamin tim pra. Kjo ishte si lip gloss. Lipstick. Lip gloss. Kjo është nga Catrice. Ta provojmë tani. Unë i kam bezdi ato lapsat me lem buzët shumë të thata. Edhe kjo ka pak ngjyrë dhe shkëlqim dhe thash ta provoj një herë. Këtë është e vogël, mund ta mbajmë edhe me vete dhe përdor. Ta provojmë se si duket. Këto ishin të gjitha gjërat që kishim blerë në sot. Qa do thoj Solea? Paqim të shihme se shumë bye! Video si ka ardhur fundi këtu, ju falenderojmë, ju dërgojmë shumë dashuri. Nëse ju ka pëlqyer video, ju lutem mos harroni të bëni subscribe, like edhe comment, edhe ne do të shihemi në videot e tjera në vazhdim. Shumë të bukura si gjithmonë. Ju puthim, miru pafshim!